Njerëzit thashin merret me trafik femnash. Kam shku të qevra, nuk e kam gjetë vajzën. Policia na ka fyderën dhe na ka marrë komisariat, nuk ka dënuar, ato ka shumë sami dekej. Të dënuan me çfarë? Me burg, 14 muaj. Ke për burg? Po. 14 muaj burg në Francë? Po. Në shkusha me punë shikën teme, më thashim, kur s'do kjo më se po. Përshëndetje miqtë e mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Shkodër, do të hap dritaren për një nën, ajo quhet Arta Senaj dhe është nëna e 2 fëmijëve që kanë ardhur në jetë nga 2 marrëdhënie të ndryshme. Arta Senaj ka vetëm pak kohë që ka dalë nga burgu, është rikthyer në Shkodër dhe sot kërkon të jetë këtu në live me Odetën për të rrëfyer jetën e saj të vështirë dhe arsyet pse përfundoi në burg. Por çfarë ka ndodhur, do të jetë ajo për ta rrëfyer, është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe ftoj më njëherë zonjën Arta Senaj. E dashur Arta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë, çfarë bëjmë? Lexova mesazhet që më dërgove dhe më erdhi keq. Ke probleme me fëmijët, i ke humbur në shtetin francez. Po. Çfarë S'kam asnjë kontakt me ta, asnjë lloj informacioni nuk e di ku numën. Çfarë viti ka ndodhur ngjarja? Në 2000 shërbon 3 vjeç. 2023. Po, 2023. Më lejon të pyes dhe të ma tregosh historinë? Ata mi kanë marrë, ja, nuk kam pas letra e shtëpi, se unë e kam jetuar në hotel për shumë vite, 2016, se më kanë dhënë dokumenta. Më kanë lënë në për hotele prej 2016 në këtë në 2023, ku më lajë gjithmonë hotele, ku më kanë marrë fëmijët e mas, atëherë se më kanë dhënë në hotel kam jetuar në Qira. E dashur Arta, ju nga cili vend i Shqipërisë jeni? Tropoja, Lek Vibaj. Nga Lek Vibaj e Tropojës. Ju keni qenë e martuar në Shqipëri, në Tropojë? Jo, më kone martuar në Dukazhin. Në Dukazhin, dhe sa fëmijë kishit në Shqipëri? Unë e kam 2 fëmijë. 2 fëmijë. Në vitin të 2 fëmijët kanë lindur në Shqipëri apo në Francë? Në Francë kam të 2, e kom lidh njërin në Shqipëri, në shikën e madhe Lorenën e Albertën në Francë. Atëre, kur ti e nisur nga Shqipëria për në Francë, ke qenë vetëm me njërën vajzë? Me vajzën dhe me bashorti në Francë? Jo, me vlajnë e treq, asnonin. Por bashkëshorti? Po ka në jetë në 2016. Ti ke humbur bashkëshorti nga kjo jetë? Po. Që do të thotë të 2 vajzat i ke nga martesa e parë dhe nga një marrëdhënie e dytë? E kam të monën nga martesa e parë, dytën nga një tjetër marrëdhënie. Sa vjeç ke qenë e dashur Arta kur u martove në Shqipëri, me Dukazhin? Po, 22. 22 vjeç. Po. Sa vite martesë bëre me të ndjerin? Kam bërë 7 vite. 7 vite. Në ato 7 vite ke qenë e lumtur besoj me të. Po, më pasi vajzë, në konë, se njërës të anësi janë në malësi, në konë në shak. Pse? Zona periore. E kuptoj, zona veriore e Shqipërisë sa herë paragjykohet për mentalitetin që ka, por unë mendoj të kundërtën për zonën veriore të Shqipërisë. Unë e dua shumë veriun e Shqipërisë, kam udhëtuar shpesh dhe është mrekulli veriu. Në konë zonat Dukazhinit. Në zonë e Dukazhinit. Ti marrëdhëniet i ke pasur të mira kur ke qenë nuse në atë shtëpi? Po, s'kam pas problem. Po pra, ke qenë e lumtur, nuk e pasur probleme. Por i ndjeri nga se ndrojet? Nuk jam konë aty, nuk di asë informacion. Jam konë të pëntemi. Nuk di, se më kanë thonë ata aksident, ka vrau vetë në vërëtës, unë s'kam ujtë me shku se kam pas vajdës në smurë. Jam ka në spital me vajdën se ka pas grip, pa kanë kohë. Po, jam ka në spital që atë kohë s'kam ujtë me shku. Por pse
Ti nuk e vajtu në varrimin e burrit? Ja, s'mujta. Kam pas mutën s'mujt. Por E mora vesh mas dite i ka thënë babit tem, vjerri, unë 3 ditë më ka të shtrugocën për bajome, edhe s'mujta ta la vetëm. Por S'jam kondishën marrin. a i bëri vetë vrasje, çfarë mësove ti? Çfarë të treguan njerëzit e ti? Mua më ka zun, nga që kisha vajzën smur, mas 3 ditë që më ka zëj babi e momi, se nuk e përshin me më ka zun, se nuk eshin më rakë, se mos po kalem gjë përshesh. Mas 3 ditë ka morë veshën, ka babi, ka ndru jetë, ka pas aksident. Por si ka qenë gjendja e tij psikologjike? Pse arriti ai në këtë vendim fatal për jetën, duke bërë vetvrasje? Unë se di se unë s'kam pas as një problem me ta. Unë s'kam pas problem. Unë më shumë kam najt e babit e mami se ta i faktike. Nuk më ka ra shumë për se ajo ekip nuk e marëzi. Por ju keni jetuar bashkë 7 vite. Po, ka shku me sezonin marëzi, e nuk më kam najt e familja jene. A, ke nditur më shumë tek familja jote në Tropoj se te familje burrit? Në Tropoj, po. Por Te familja burrit kam najt 4 vite, qështu me hera. Por në atë kohë që ti jetoje me burrin, gjendja e tij si ishte? Pra ti kishe dyshuar që ai mund të kishte probleme të rënda psikologjike, sepse një njeri që arrin deri në atë pikë do të thotë ka kaluar diçka, ka Unë se kam pasur me një gjë kështu shumë problematike. Por ai të kishte shprehur ndonjë problem? Ja. Asgjë. Sa vjeç ishte vajza kur babai i saj ndroi jetë? Ka thonë 4 vjeç. 4 vjeç. E dashur Arta, ti e mësove lajmin pas 3 ditëve. A shkove ti në Dugajgjin? Ja. Por pse? Kishin ra mami, babi, vaj, më samen. Më thanë, më shajde se jena nëmës. Më s'munesh me ardhë me shikën. Por ti nuk e qenë asnjëherë te varri burrit tënd? Kam qenë çdo vit. Po pra, le të themi, pasi ti kalove atë dhimbje të madhe, shkove në Dugajgjin. Ja, s'kam shku më. Nuk kam shku më. Por pse? Nuk i ke patur raportet e... Kam najt e babi e të rëkmi, s'kam shku më. Se në që ata nuk kam mujt me shku. Kam pasu në... s'kam mujt me shku më, se kam pasu shumë stres. Ke pasur probleme me njerëzit e burrit? Jo, s'kam pasu asi problem me ta, po kam pasu stres ty me mu për vajzën teme. Thasha mos ta mërziti vajzën. E qartë, jo, unë e kuptoj që është dhimbje madhe të humbësh partneri nga kjo jetë, të mendosh që je e lumtur dhe një ditë ai merr një mendim, merr një veprim fatal për veten e vet, por aman tek ish vjeri, tek ish vjera, mund të shkoje se edhe vajza ka nevojë për gjyshen, domethënë ti raportet i shkëpute përfundimisht pas vdekjes së tij? Po, veç kam fol telefon në kurrutën. Kam fort nuk kam mujt më me pas sa dy. Kam najt të rëptemi se kam pas një motër smur me dializë. Mirë, e kuptoj. Më shumë masaj. Kam pas një motër se nga ka deksim jetë me dializë. Shkushim të spitali, që i ushqime, më nuk e shpepsur dhe subi nuk u ba. E të shuar? Kam najt me vite me radhë me dializë. Tani ka deksim jetë në bën vitin me 28 atë. Ngushëllim. 32 vjeçë. Kena pas motër një vogën s'forës, atër jena me gjithë mas motër s'ysh. E dashur Arta, unë e kuptoj që pas vdekjes së burrit, ndoshta ti nuk isha arsye të jetoje aty, do vije te prindit e tu për të vazhduar jetën, por kontaktet dhe marrëdhëniet i mban me ta sot për hir të vajzës gjithmonë. Në të drejtën, jo, sot si majdet s'kam fol. Kam fol njerë me kunatin për mu që kam fol në Shkodër. Jena përshnet, këna fol, të manë edhe nuk kam fol më, se kam majtë më, më kam vetë, që në vajzat i kam fol për dëshë, më shku me i marë, shko një shumë më kanë kësi me zatë, të pranë, sa është vajzat. Arta, ti në vitin 2016, pas vdekjes së burrit,
vendoset të shkojë në Francë me gjithë vajzën e vogël dhe me vllajën tënd. Po. Për të kërkuar azil. Po. Ma tregot, jetesën tënde në Francë. E vazhdosën, ka marrë për arsye ekonomike se burri ka vdek, edhe unë për një jetë më të mirë do të shkolloj vajzën, do të jetoj në bën një jetë normale. Me refuzon letrat. Ama sa ne kam refuzu krejtve. E në kanë edhe babi, është ati, ja kanë refuzu edhe vlajt tjetër. Artonet ja kanë majtë edhe ati, fmine gruën ati ja kanë kësuj, i kanë në ekspurs. A kanë edhe vlajt malë, edhe ati ja kanë refuzu letrat. Pra, ju keni shkuar si familje në Francë për të kërkuar azil? Po, i kam refuzu krejta, mu mi morën fmit, unë u përpjeka për të marrë, me gjitha mora shpije, mora punë të gjitha. Ndalemi pak, sepse aty në Francë ti nise një tjetër marrëdhënie, që erdhi një jetë vajza e dytë. E kam nisë 2017, po. Një vit pasi mbrite në Francë ti njohe shqiptar. Shqiptar ka qenë partneri i dytë? Për zotën nuk e di me mbrave, shumë ka pason si jam prej Kosove, tani kam vetë ambasadën. Unë e kam si policinë e ambasadës Kosovës, më kanë thonë me këtë identitet si po jepti, po del një femën me flok bardha, këtë identitet duke ekziston. Nuk me gjejmë lasën në ambasadë, nuk mëna me gjithë që të person si e ka lypti. Ashtë i femën. Si quhet partneri jot, i dytë? Më ka pas prezentu i kartë të të rëdesh të zhuri për 10 vjetë, Bedri Harzia. Po mirë, ti me zotin Bedri sa jetove? Kam bashketu me fondojtë. Po, sa bashketove? Kam bashketu 2 vjetë, po 2 vjetë kalem. Po mirë, të bashketosh me një person 2 vite dhe mos ta dish se kush është ai, tani është pak habi. Ti si u njohë me këtë shqiptar nga Kosova të është prezentuar me një Bedria? Unë jam njohë në përmes babit, që ka shkoj ka përcëj babit, se s'kena dit me folë frangjisht a e ditke, masa nej, jena njohë në veti, edhe ka thonë jam da për i gruje, kam nevoj për një femën, që kanë njerëzit që vajnë lidhje, masa nej, nuk e di shamë punave, ta shqipo më thonë se nuk është për person, ka letra false, nuk e njohim, nuk e dim, ka shku ma ka njohë shikën, unë e kur nuk më ka bo martesa, se kam pasim, ka thonë se jam i divorcu, atër jam largu për tim, s'kam desh ma me pas të akim me ta. Por Amanti sojë një jetë një vajzë me ta. Sojë një jetë fëmijën e dytë me Bedrien. Po. Në këto 2 vite marrëdhënie bashkëtesë, ti jetove me Bedrin, me vajzën nga martesa e parë? Jo, kam jetu me ishëm e 15, kam jetu në hotel. Aju ka arte unë në hotel, unë kam shku ka i herë të aju. Por si ka qenë marrëdhënia jote me të? S'ka qenë mirë se ka qenë konsumos alkoholi. Konsumos alkoholi, kur ishte i pim, mos kisha nuk kuptushëm bashkë. Pasën që konsumos alkoholi, njerëzit thashin merët me trafik femnash. Më thashin mua, unë thasha se po më thonë mos ka një notë dhe shka, po kur është një kohë, ku zonë së pa gjanë, i dullën shumë gjona të tjera, më të shota. Se ishte i martu 2-3 herë, kishte bashketu, atës. Këtë problemet a ju mi ka bo për fmit, atër më ka këtësënue, me djallë, me vajzë, me tonë familjen, jo, vajzë që të avile vajzën, të avile, të ashes, shasë, i ko bo 3 herë për të planë, ka shteti frances, nuk s'mi ka një fare për të planë. Ja s'kam letra, s'mi ka njëtë. Pra, në momenti që ti mësove se personi që po bashketoje dhe kështë sjell një jetë vajzën, ishte një person problematik, ti vendose të ndaheshe me të, pas 2 viteve. Po nuk pranova të bashketoj ma, ku kam në e hotel. Aju ka ma parët e mija qikave, unë e ka jetë e mishën dhe 15, dhe aju ka ma lektën ka. Se aty në Francë e për ti alikacion familjar. Aju mi ka vilë mu lekt për 2017 në këtëri tani edhe sot i merë lekë të fëmijëve të mija, si jam unë shqipni. Edhe sot i merë, që a ju thot, jonë fëmija, i ka qitë 2 qikat në emën vetë, mos kam ditë me full frangjisht, po a prezencën të eme, mos ka shku me duhen tjetër me ka shku dhe zoti, edhe
tash i merr lek, i ka marrë lek të na herat, i ka shku ka rajt socialin kjo s'më një ma fmit. Unë i majsha, pa i rajt e kesh të i marrë, kesh po mi merë mu 2 vajzat e më qëtë mu në asfalt, pa fmit. Pra, denoncimin të shërbimi social ta ka bërë partneri? Ajo ka bë. Ajo ka bë probleme, ka shku në shkollë, në qërë dhe ty në kua jo, nuk mu me majtë fmi në hotel, a i ka pas banesën, e ka pas me probleme se i shkushin njerës, shokë, unë s'mu isha me majtë banesë ti. S'kisha pëse me majtë banesë ti, po që shte i rejnë. Pra, me sa po kuptoj unë, e dashur Arta, shkaku që ti e ndave, a i u hakmor duke shkuar të shërbimi social dhe duke të denoncuar ty që je një nënë e paftë? Po, që ju ka konë shkaku, nga që unë s'pranova për ta majtur në hotel, se isha me babin tem, a ju bo gjelëz, e më thonë kësa ka të kohë. Budali qyteti, si folin kur pin pjanecat, edhe u bo gjelëz, masandej, u quë, shkoj pa diti, i ka të morë fitë sociali, jo unë se lo vajzën teme në hotel, ata fëmija mi ka pas aktu mu gjukota, njëherë si ka bëdë në mësim, tha ty të bjenë fëmija, mi ka pas bëdë mu e ty dy, që ty dy, unë e kujdes shapëta. Ajo konë në burg 6 muj, masa nëj, qa ka bon, ka akuzu mu, ka dalë, më ka qitë mu problem, më ka hufë mu. Po, në burg, pse ra 6 muaj? Përdojnë familje. Pse, a i të ka dhunuar ty? E pa thonë se ku, po, ka dhunu, ka thonë du me ta grabit, vajzën du me ta vilë, du me që në Gjermani të ishë motra ati se s'kish bo fmi korë, kon këtë da shenë në Gjermani, se du me adhën motrës teme, se ti s'ki letra, e ti nuk du me talonu në vajzën me rrit me vajzën tjetër, jo ki ropë tjetu në Fransë, ishte gjelëvë se kam unë e familje në Fransë, për jarë ke i në opë të vlajnë për babin, jo e hiqi që i ropë të në Shqipëri, më tash ajo nërë në zilë, s'kam punë me që asë mi pru, këta nërë në zilë, si shdo emigrantë. Po tani, nuk është normale, një baba të thoj vajzën time, du t'ja qoj motrës dhe du t'ja eqë nënës. Po bëmi bona për të planë polici, masënej ata e dënun, e majtë në 6 muj, nuk e di që shupë puna, masënej a i mu më ka akuzu, gjithë shkatë pa konën, gjdo zho, vetëm me më morë mu pëmi shteti. Edhe prap shteti, mi ka lënë mi po, shteti frances mi pa të lënë mi po muë, po unë nga qëtë, kur s'kam po problem me fmiti, du shumë, edhe s'kam pas, unë që kam pas mundësi, gjithë dëgjoja ka më pjetë mija. E ty lonë edhe lekë, si marke aje jëtë, i thënë keski letra më të kujnë muë, asë që kam lypë se desha problem me shtetë për fmiti. E kam thonë dhe që të du probleme une, kur i marru në letrat, që do me ribërsash leksion fmive të mija, unë s'ti pali. Edhe që shtru ka shku puna sa me mi ma shteti fmive. Por në momentin që... Nuk po mi apin unë, kam shku, kam morë, se s'kam pas as të fejmë, kanë dënu, s'pa më apin kontakt me ta. Nuk e di si me ja bo, dhe që jam mërzit shumë për zotën. Do të pyes, të besoj, një në që nga fëmijët... Kam marrë shumë avokatë në Fransë, për së më kanë në mu. E dashur Arta, në momenti që ai ra në burg dhe u dënua me 6 muaj, ti u shkëpute përfundimisht nga ai. Po, kanë që kam pas shku asëherë, se kam pas vajzën për zhimi. Ti jetoj me 2 vajzat? Me 2 fëmijët e mia. Po, kur erdhi shërbimi social dhe ti mori? Sepse ai vërtet denoncoi, po ty shërbimi s'ti mori në atë kohë. Ti e denoncove dhe ai ra në burg. Jo, ka marrë, masi ka dalë ai prej burgut. Kur ka dalë ai prej burgut, ka denoncu, ka bo probleme. Sa unë kur akona ai burg, s'kam pas asnjë problem me socialin, as me fëmijë. Kam pas një studje, kam pas jetë normale. Kur ka dalë ai, ka shku ka rrejt se unë nuk e lam vajzën një studje. Ase duhet me më dhonë banes, ka shku ka lyp banes, si ja kishin hjek shteti banesën e vetë, ase që ka rajt, kam 2 fëmijë për të majt, i ka rajt, i ka qitë 1.000 letrat veta, ja kanë shty banesën, e ati si ishte i mërgëne, e mund kanë morë fëmijën. Por vajza e madhe ishte nga martesa e parë, a i ishte baba i vetëm një vajze, si 2 fëmijëve. Ty 2 unë e pëta qëj që dash kur të mërgëm të atësapi,
alikacionin edhe sot i merr lek për fëmijët e mia. Por tani të lutem, ti kur vajte në Francë prezantove si babain e 2 vajzave këtë person? Jo, asnjëherë. Unë vetëm ajo ka shkuar ka prezantu pa ditën ka një vajzën teme, pa ditë fare në taksivin. Nëse jam konë dakord, i kam thonë, ka dalë njërë se për ta njohë një vajzë do të mash përgjegjësi. Po, por do të mash përgjegjësi si babë. Sepse ti kur ke kërkuar azil, ke dorëzuar disa dokumenta dhe vajza në certifikat ka një tjetër atësi. Domethënë, ky si arriti ta bënte të gjithë të gjë që të tregohej se ishte babai. Ka arrit, ka pagu avokat, ka ditë gjuhën edhe s'ka në francez i bojnë letrat rapidon ka i të në pëndrejten. Bërë e bardhi azëz njësoj. Sa unë s'kam ditë me fol. Unë i kam dokumentat sot, dokumentat të nevojzat i kom lind 2 vetë. Unë e të 2 dalin në asistacion familjar në kafën Francë, si a i merr leku nëse egzistej fare. Edhe më thonë ke disa herë ja kam shit gruas teme, unë e fëmin, tis i pun me të ta kam hjek e në prefekturë. Unë e që të rëgoj krejta mesazhet, e kam në telefon. Çfarë ndodhi atë ditë që shërbimi social erdhi dhe ti mori vajza? Si ti mori? Sepse vërtet shërbimi social, le të themi, ka shumë denoncime nga nëna që kanë humbur fëmijët në Francë apo në Itali, por amande, shërbimi social bën një verifikim përpara se të bëjë një veprim. Domethënë, ai doli nga burgu të denoncoj ty. I kanë shku babit te 2-3 policë civila te hoteli, sa kanë babi me më në hotel. I kanë thonë si ti do alosh hotelin për 3 ditë. I kam thonë babit ma jep letën të lexoj se s'pa kuptoj. Kam shku e kam përkësy letën për 2-3 ditë do alom hotelin, kam thonë bab, ka do shkojnë tani në. Unë mendimi jam ka konë, bile nuk i kam qu ditën e pas mitën shkollë. Ashtë lypim një vend tjetër, ose ti i ke për Shqipni, normal, shku me shku, se ne u kishën refuzu letrat, unë nesmit kam gjithi banes me qira, e një shoqe, edhe i kam thonë, do marri banes me qira, i kom shuf minë të shkolla, po nuk i kom informua ata, se u kom gjithi banes me qira. Unë kam pas qelësin gjithë. Kur kam shku në orën 12 me marë, unë e kam pas qelësin e banesës si kisha marë me qira të një kosovare ka emnin në Shaha, e Skender Hasani. Aja familje ma lanë mua 2 dhoma, për mua për vajzat kishin 3 dhoma dhe fëmini kishin martu, me ishin njëllëzu. Unë e kam pagu qiran, gjithë shkam regu, kam shku të qërë dhe nuk e kam gjithë vajzën. I kam thonë asistencës asaj si ma ka rujtën qërë dhe tash kam marrë me marrë Albertën. I kam raziles, thotë Albertën e kam marrë asistencës sociale tribunalit. I thash për sheko, marrë vajzën teme po informua une, sa të kam thirë privat për se ki hapë. Unë se kam hapë privat, se kam ditë se kush për vjen privat njerët. Kur më thret ma sa nej privat pra ku isha aty, i thash unë e shëret që jenë thatu ku ma shpi me qira 500 euro. Edhe fëmin me miksu uxhen, se unë e kam banesën. Pra vajzën e vogël e kishë marrë në kopësht për vajzën tjetër? Edhe kur shkoj unë thiri vrap të tjetra, të shkolla thiri, atë mësosën e shikë, thot, po, thot, jë nërë 2 asistencë e kanë morë vetë mamën. I kanë morë, thot, pa nëse një analizu, nësë kena pas drejt të thirë në telefon. Tha, si kini dhonë shmi pa më thirë muë, unë e jam prind dhe aty në fime, ju kini pas me më prit muë. Në ardhë më marrë vesh, ma sa dhe mi morë fit, sa në ka vendos gjykata. Hajtë në tribunal, më kanë thonë. Kam shku në direkt në tribunal. Kom thonë, shkab mi kanë morë mua që dakmin, që erdhe në kopë, se që dakmin të mitur, në kam morë banes me qëra. Baj kërkes për të miksu e fmit. S'kam ditë se po bo ka apel për 15 ditë. Kam morë një avokat, e qëtë me trëpjala. I kam thonë avokati ka thonë, tani kjo pun shkon gjatë. Duhet me prit maksimum një vetë, po bojme e gjysh për me të akuti ka herë fmit. Dhe nuk kam që me të bo se shteti nuk lejohet banesa me qëra. Duhet të kesh banes me të një. Pra, ty ti kanë marrë fëmijët se nuk isha ambjent ku t'i baje. Kjo ishte arsyeja. Po arsyeja, po isha në azil, unë e pa dokumenta, s'kam pas dokumenta fare, unë e kam pas ishë në 15, si japin e migrantave, adi. E qartë, ndim sociale. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ti nise betejën ligjore aty në Francë, në çfarë qyteti ke qenë? Po, unë e tash i shkolla në gjykat. Jo, çfarë qyteti ke qenë Arta? Në çfarë qyteti ke qenë? A jem konë në Strasburg, që i bjen afër Handaferit. Ashtë tribunali për të aty,
Mbrana në qenë në Strasburg. Dhe nise betejen aty në Strasburg me... Atër jam traumatizu, mos pyç. Kam shkue prap, e kom po vajzën e vogël i hem 15 ditë, kam shku me patë madhen, ka thënë mam, nuk po dhina mirë familje ke i merë, me kam marë. Jam kësy shku me patë voglin me vajzë madhen, se kisha vizit me pa, jem 15 ditë, ma kanë marë prap. Vajzat nuk jetoni në të njëjtin vend, ishin të ndara? Jo, kanë jetu ndonas, nuk i kanë lënë bosh. Se thonë që nash mosha e diferent. Po mosha, sështë më njëjta mosh. Por me partnerin tënd që ishe ndarë me shqiptarin nga Kosova, Nuk kam pas më rregullim me ta. Nuk e pasur kontakte? Edhe i kishtë me pas shikën njërë 15 ditë, nuk e ka pa rregullisht asaj. Por çfarë ndodhi Arta? Gjykata ty të latë drejtën ti takoje vajza, ti shkoje dhe i takoje. Edhe pse procesi gjyqësor vazhdonte që të vendosej nëse vajza do ktheshi me nënën apo do i mbante shërbimi social shtetëror aty në Francë. Çfarë ndodhi? Unë kam pa vajzën e vogël çdo 15 ditë për i vjet e 3 muaj. Vajzën e modhe s'ma kanë pru asnjëherë, jo ti pse more, se e pata morë në vizit mediatizim, e pata morë se mu në kuë. E pata morë, shkoa me pa vajzën e vogël mas 15 ditë, me gjithë me të modhen, nuk e pata shumë shkolla shqit jashtë se kisha frikë, por shkova aty ma thirrën policinë, tani ve policia për çka ke ardhur, tash më me pa vajzën se e kam shitur. Kanë hajde me ne konsultojmë komisariat, më kanë morë, ma kanë nalë vajzën, më kanë shumë. Kanë shumë, kanë thonë me mënue një farësurësie, po s'kisha shpi. Ku me fjetë nuk ma nuen, thanë nuk kemi jo afru shikës tjetër tashe, në e vinë gjyqi mas i viti. Unë e nënë së kjo e lypë me pa vizit, nuk ashtë bon lak me ma për njëherë. Pra, ty të hoqën të drejtën Arta të shikoj vajzën e madhe se ti e more pa leje. Po. E nëzore nga institucioni pa leje dhe e qove në shtëpi. Po, edhe ma hoqën drejtën, ma lanë vesh për të voglin, mas 4 muajsh ma kam dhonë për të voglin, se ma hoqën edhe për të voglin për 4 muaj. Mas 4 muajsh më vjen letra, thot, jemi e pojher 15 ditë voglin, nga që se kisha morë. Andrë që bënë rasist me mua, se nuk më lashën as me i pus, as me i afru, atë e në stjofë, vesh shanë djonë. Në shkusha me pus shikën teme, më thashëm, kur s'do kjo ma se po. Po shko, fëmija jam, kjo është, ma kanë morë për gjini, unë e dua, se na shqiptarë t'i domë shumë fëmijë, nuk e na si kur janë ata. Të ja shesha bëtë, sa të më thamë, ditën njësi, vëtën, i gjytën kështë veturinave, i thërën, unë nuk ja besoj shtetit francës fëmijë. Si ja besoj, unë vetë s'kom shaboj. S'kom shaboj se jam me ekspuls. Pra, të sheshur e drejtat udhëtosh në Francë dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Arta, por pse bëre këtë veprim? Pse more vajzën pa leje? Se kjo të ka penalizuar shumë. Po e mora se vajza ishte pa veshën e kishin vesh me dëtuta shpije, dëtuta këshia hull. A ish koordim një shtjof. Ishin ke amojnë keqe më keq. Po e ju mund kuë. Tha, mam, une nuk mund rime ta datë. Unë e thënina shahandra, nuk më mërgjumi, kam stres. Unë e du më ardhë me ty, vajza mu ma në gjiti. Vajza ma në gjiti se më shoj, ma sa ne u jom një nënë. U kuptojt vajza e me smuj me najtë e që e familja, dhe si ku me ka 20 vjeqe, unë e s'jam i dakord për ta majtë në zërë kur shmin temë. Sepse është mija jam. E qartë, por kur ndryn shteti dhe është shërbimi social, duhem zbatuar regula dhe pse t'je nën dhe të duket absurde të marrë shteti duhet zbatojnë i herë se fëmija dramatizohet, duhet pyetin i herë nënën. Nuk unë e me shteti pa e prindin, se so shtet ajo, se fëmija unë jo më rëzik si nënë në shtet si të merë fëmija pa informacion. Dhe me thonë, ajo fëmija është të të ruë. Pse jam shtetin e vetë ata me ma villë mu finë shkolla, ajo është villje, masakër, është diskriminim në familje, o kom pas fëmin për gjini shoko. Unë e kam shuen besim, se jam një shtetë sigur të në Francë, e kom shuen qërë dhe kom thonë, ani, edhe me ma je hotelin, kësajnë Shqipëri me fite mija, po jo, se me morën. U kur së më ka shku me anja se me morën, as njëherë vetme. E të shurarta, po mirë, e kuptoj që ti e more pa leje vajzën, ajo të kërkoj që ta merje në shtëpi, çdo fëmijë kërkon të jetoj me nënën, me prindrit, kjo është e kuptueshme, të dënuan, por prap të dhanë të drejtën të takoje njërën vajzë atë të voglën, të madhen, ti nuk e takove më për ati momenti? Jo, se kam takuar për një vjet,
e 3 muaj, asnjëherë s'ka kanë thonë. Pastaj, pas një viti e 3 muaj... Ju thonë asaj shikës vogël, e ke po, ka i hem ka zuke po, ka i herë ke hesh. Por pas një viti... Pas një viti e 3 muaj, tu dha e drejta të takoj edhe vajzën e madhe? Jo, asnjëherë s'mu dha, kom shkuar pra kam marrë te shtëpia atje ku ishte. Po pra, që s'mu dha drejta asnjëherë, ka stacion normal. Unë si kur e shoh njënën shumë mirë në rregull, e kur gjo si ba jam një nënë e qetë, një nënë pas një problem. Sa pse s'po ma japin tash. Edhe unë si nënë, u shqetësova shumë, tash ata më shojt mua. Po i shosha rroba, gjona, gjithçka vajzës vogël, as i problem se kam pas. As me njën, as me tjetrën, po. Tash unë se tani dali pak, Arta. Nuk e di çfarë mund të prej. Kur ty të hoqën të drejtën për takuar vajzën e madhe, ti prite një vite e disa muaj, dhe çfarë bëre më pas? Shkova e mora. Fshetas. Shkova aty kur doli ka pas dalë me ble një libër të biblioteka, më pavi të rruga erdhi, mu hallën qafë, a nuk thej nga dëfno, jam ka vim me ty. Vëllë s'kam pa që i vete gjys, nuk mujna më me naj pa ty. Edhe e mora, shkova të adresa, të banesa ku na isha me qira, kam pas banes me qira, në 2 rrugër Viktor Riga, që di presoni edhe atër ka shku, policia në ka pëderën dhe në ka mërë komisariat, më ka denur, atë ka shumë sami dekej, bashkëtuesin e ka lirua se janë komplis me ta. Sa e shpehojnë, ka djallin policë. Ti për herë të dytë, shkove dhe more vajzën pa lejen e tyre dhe ata të dënuan. Po. Të dënuan me çfarë? Me burg, ka 14 muaj. Ke bër burg? Po. 14 muaj burg në Francë? Po. Edhe asë një vizit s'kam pas. Asë një të familjes nuk kom pas drejt vizita, asë mi kanë lanë me një, ka nërë babe, lezën të pushrinat e krejt. Asë një si kanë lanë me më takue. Për 14 muaj s'kam pas asë telefon me asë një të familjes, të sa i kam shku vetëm babit. I kam shue në adres, ku të ka i tasë ka pasi adres, i shkrojsha qysh janë rap, edhe ma këthyke, ka i has ma këthyke. Si kanë qenë ato 14 muaj burg? Katastrofë, si në burg. Ose kam pas 30 evrë në mujtë, se që e që dhanë shenë për telefon. Për telefon, po nuk më në fërsha me kërko, se së më pruni kërkush adres, dhe shke adres edhe pagesë elektrike, lypshin ato rregullat e veta, na nuk i dishën se na migranta, nuk ishin rëp letra për me boj adres të rregullte, me pagu drita dikun Francë për me mishu. Shpinë me qira nuk e kishin emën vetë, e thonë që nuk banë, se duhet me deklaru e pagesën tribunal. Edhe asë kam fol vetëm me avokatin, me tropjala, asë kam mujt me fol, asë me pafnit. Katastrofë, si me njërë shmelën, se aty janë kriminele, unë si më kënë kriminele, se kam morë vinte me, aty janë njërë si vrasin, presin, mytin, furin, që shë si bojnë krime drona, unë s'ku basi dhe i krime, ku morë vajzën teme, unë se kam rej kur, se kam bo qështu asë në dashnire që kam punë të gjash, se kam pas jetime, normal, se së nëna, sa rej fine vetë. E dashur Arta, pas 14 muajve dole nga burgu dhe çfarë ndodhi me ty? Më kanë shku direkt në Tiranë. Të kanë deportuar në Shqipëri? Po, direkt. Më kanë dhënë ekspuls, nuk e di se sa. Letra s'mi kanë dhënë asë dokument me veti. Asë një dokument, tëna i ka majtë avokati, kura bo zhuzhu. Nuk je interesuar për të mësuar, me sa vite je dënuar që mos shkelësh në Francë? I kam thonë, kom morë babin, i kam thonë hajtë pyte avokatin tem në tërpjara, që da si ja kanë gjykat kur ata më thanë mu dëlirohesh, e dhe shkash në Shqipëri, ajo ka thonë 2 vjetë. 2 vjetë ki ekspuls. Që nuk të lejohet. I ka thonë babit, po në sigurët nëse dhja 2-3 sa në dokument s'kam post. Nga momenti që dole nga burgu, ti u ktheve në Shqipëri dhe jeton në Shkodër dhe sa vite i bie që ti jesh këtu në Shqipëri? Sa ko ke që ke dal nga burgu dhe je në Shqipëri, në Shkodër? I bie një vite i gjys. Kom dalë në janar 2024. Janar 2024? Në janar vitit kaluar më kom dalë. Janar 2025? I vjetë e pak.
janar 2025 ti ke dal nga burgu dhe je rikthyer në Shqipëri. Por gjatë asaj kohe që po jeton në Shqipëri, kontakte me avokatin tënd për fëmijët ke pasur? E kam thirrë një herë ma kohë, e kam thonë unë du me ditë qa muj me ma se kom bo apel. A muj më ka zë për apelin kur të më kthehet. Se jam në Shqipëri, a i tha i në Gjermani, ka kujtu si jam në Gjermani, thash jo, jam në Albani, nuk jam në Gjermani, ka thonë, kom fol me babë tënë. Mora babën tem, tha i kom premtua 300 euro, tha nuk ja kom dhanë. Mua më rajt i djali, tha se kom Belgjik, se kam i vla në Belgjik, po t'i jap, ajo tha s'mi ka dhanë, unë s'puni kom pagu si jam pa letra. Nuk do me më pa me sy, tha. I kam thonë edhe sët më smrëmi për a ditë, i tha shajt mëre, ama numrin muë, se i ka nëru numrin, nuk e pat numër si e kam marrë. Kam pas në 8-4 në fund të numër ti, tash i deli pa disponushëm. Por me shërbim social, nuk e mundur do të lidhesh? Po i kam thirë ditë në ditë, s'ka ditë si thirë. Vetëm thonë janë shnashe mirë, po ati shkryj gjukatës, unë s'di me shkryj frangjesht, i kam thonë që ti shkryj gjukatës, unë ka vërdu më thonë që me një disa fote për babin, se kur t'i kënë i skullë si do këthejmë të fëmija eme, e doj shokë si mas ligjit e doj marrë këtë mija, se nuk unë nuk i ladat, vetëm në kini këthuj me dhunë. Më thonë që janë shnashe mirë, por gjatë të tërë. Më thonë, po pëse s'më jepi informacion për të voglën, se kam mora si herë ata, nuk kom bo problem fare me të voglën të shanë fote, ma qitë një fote, jep një babës fote, i kam thënë babë shkoj disa e mërë ato fote, t'i shoh, mas i kom rao në burg, qikat e në rritë, se mas t'i harroj, mas nërshojnë, pra nërshojnë pa disë janë të mijat, thotë, o më rejnë, par dja konë sa më rejten. E tash për shave të rajtë për ditë që të bo një vit e gjysë, 2 vjetë, se unë që shkam bo dhe një vit e 4 muaj në burg, janë bo 2-3 vjetë po bohen tani. Të ka marrë malli? Për të më ka marrë malli me pas 2 pula me të hupë, s'le malli t'ju në jafni. Më ka marrë malli, isha nanër për natë për zëtë, më ka hërësi, isha nanër se mërë gjumi me ka person. Veshën dele se më mërë malli, e kam që dënë fotografi të dyja, i kam nuk që du maja kreje. Më ka marrë malli se janë edhe moshat mitu në pedis janë Franca tashë. Sa vjeç ka vajza e madhe sot? Vajza e madhe, sa vjeç? Bën 15, vajza i bën me 8 15 vjeç vajza e madhe, por vajza e vogël? 15. E vogla? I vogla 6, se ka len 2020. 6 vjeç. I bën një korrekt me 20, korrekt i ka bo. Se ka bo në vëtë. Korrikun e këti viti, mbush 6 vjeç. Po, korrikun e këti viti i bën 6 vjeç. 6 vjeç dhe mjetë qofshin. E dashura, Arta, e vetme në Shkodër, besoj këto muaj... Jo, kam familje. Prindit e tu jetojnë, njerëz e tu jetojnë jashtë, janë në Francë? Vetëm babi janë në Francë, vllazët e mamin i kam thëpuj. A, kanë ardhur në Shqipëri? Po në Shkodër jeton e vetme? Jo, kam familje. I eri martuar? Po. Të trashëgohesh dhe me jetë të lumtur. Besoj që bashorti i ri është pranë teje dhe të ndihmon, le të themi, të jep kurajo për të fëmijët. Ashtë djali mirë, ashtë për të punë. A i e di historinë tënde? Po, që se gjenë të vajrë, është të shqetësumë për kënë gjarja si ka lonë. Ti me zi po prejtë... Ashtë të shqetësumë, i vjen shumë keshë. Ti me zi po prejtë që të mbushen 2 vite dhe të presësh biletën dhe të udhëtosh në Francë? Po, besoj se të 2 bashkë, do vinë dhe të me mua. Unë të uroj që të bashkohesh sa më shpejt me 2 vajzat e tua, sepse historia jote është shumë e dhimbshme. Unë e kuptoj që ti kërkon ndihmën tonë, që ne të lidhemi me shërbimin social atje në Francë, të pyesim pse të shequr e drejta ose çfarë ka vendosur gjykata. Janë histori goxha delikate dhe të vështira dhe mos mendoj që shërbimi social shtetëror apo gjykata e atij vendi mund të japi një përgjigje zyrtare një gazetari të një programi televiziv. Ndoshta nëpërmjet ambasadës tonë në
në Francë, mund të bësh ti një kërkesë zyrtare dhe ata kanë më shumë autoritet, le të themi, janë përfaqësuesit e vendit tonë atje, pra të punë janë për mbrojtjen e shtetasëve shqiptar. Ata mund të marrin një përgjigje konkrete aty, por gjithsesi ne do bëhemi bashkë në kontakt, padyshim ne do bëjmë të pamundur për të ndihmuar, uroj dhe shpresoj që zëri juaj si nën të dëgjohet, por do doja ta mbyllnim bashkë me një mesazh. Ke një mesazh ditën e sotme? Mesazhi jam është të përshëndet vajzat e mia nëse mund të kem kontakt me to, më të mirë, nëse me përshëndet që më bojnë shumë. Më bojnë shumë. Përshëndet edhe ty si gazetare, si monovash. Edhe, inshallah me pas kontakt sa më shpejt me të. Inshallah. Ta uroj dhe unë me zemër të bashkohesh me vajzat. Mirë, e dashurarta, do mbetemi bashkë në kontakt dhe më vjen shumë keq për gjithë historinë e jetës tënde që dëgjova ditën e sotme. Uroj më të mirat për ty dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit shumë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe ta abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore, histori shqiptare, histori reale. Faleminderit që më ndiqni dhe më mbështesni. Takohemi nesër, mirupafshim.